لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falendrojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Ramazani për besimtarin është një moment shumë i volitshëm dhe besimtari mundohet që ta shfrytëzojë Ramazanin dhe e shohim se secili prej atyre që e kupton muajin e Ramazanit, e kupton edhe agjërimin e këtij muaji, harxhon shumë nga energjia e tij, harxhon shumë nga fuqia e tij në mënyrë që ta shfrytëzojë në maksimum muajin e Ramazanit. Por arsye se këtë muaj Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka dhënë këtij muaji disa veçori dhe disa specifika që nuk ja u ka dhënë muajve tjerë. E para është se i vetmi është Ramazani prej muajve të vitit që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka përmend në Kur'an me emër të veçantë. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë muaj në mënyrë të veçantë me emrin Ramazan e ka përmend në Kur'an. Dhe kjo e bën kjo përmendje që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka bë këtij muaji në Kur'an e bën më të veçantë se sa muaj tjerë. E dyta, i vetmi muaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar shokët e tij me ardhen e këtij muaji është Ramazani. Kur ka ardhur Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka drejtuar shokëve të vet dhe ju ka thënë: po vjen muaji i Ramazanit, muaji i bekuar. Muaj i bekuar. Në këtë muaj ka thonë hapen dyert e qiellit dhe mbyllen dyert e territ. Allahu thot ja u ka obliguar agjërimin e këtij muaji. Thot në këtë muaj është një natë më e vlefshme se 1000 muaj. Ai i cili privohet nga shfrytëzimi i kësaj nate, thot qofti privuar. Pra, i vetmi prej muajve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë mirë dhe shokëve të vet, i ka përgëzuar me ardhjen e këtij muaji. Është muaj që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka zgjedhur për zbritjen e Kur'anit. Prej gjithë muajve të vitit, e ka zgjedhur muajin e Ramazanit
që në ta me fillu e zbritja Kur'anit. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muji i Ramazanit është ai në të cilën ka fillu e zbritja Kur'anit. Jo vetëm zbritja e Kur'anit, mirë po edhe librat e mëhershme të shpallura tek pejgamberët që Allahu xhalla xhelalu i ka përmend në Kur'an janë të zbritura në muajin e Ramazanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimit alaihi salam i ka zbrit fletushkat e tij në natën e parë të Ramazanit. Në natën e parë të Ramazanit. Tevrati i ka zbrit Musait alayhis salam në natën e 6 të Ramazanit. Injili i ka zbrit Isaut alayhis salam në natën e 16 të Ramazanit. 16 net mas i ka kalue nga muji i Ramazanit. Thot dhe Kur'ani apo Furkani, si që përmend në këtë hadith, emri i Kur'anit, i librit të Allahut, thot ka zbrit në natën e 24 të Ramazanit. Pra, madhështinë e këtij muji e bën se ky muj mund të publikohet dhe mund ta ngresim, do thot, parollën se është muji i shpalljeve hyjnore. Është muji i mesazheve hyjnore. Është muji i mësimeve nga Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj, përveç që ka zbrit Kur'ani në këtë muaj kanë zbrit edhe librat e mëhershme të shpallura apo fletushkat të shpallura tek pejgamberët e Allahu xhalla xhelaluhu. E veçanta e këtij muaji të nderuar vëllezër, gjithashtu është se dhe specifika e këtij muaji është se Allahu xhalla xhelaluhu shpërblimin e veprave në këtë muaj e ka dalluar shumë nga shpërblimi i veprave në muaj tjerë që i bëjmë prej veprave të mira. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo punë që e bën biri i Ademit, çdo punë të mirë që e bën biri i Ademit, ka mu shpërblyje prej 10-ve deri në 700 herë. Çdo punë të mirë që e bën, ka mu shpërblyje besimtarit prej 10-ve deri në 700. Ka thonë Allahu pastaj në hadithin kutsi, përveç agjërimit, ajo është për mua dhe unë shpërblej për to. Do të thotë, veprat e mira që bëhen në Ramazan, andaj kjo është sezon e madhe, kjo është do të thotë moment i rëndësishëm për besimtarin, veprat që bëhen në Ramazan e kalojnë shpërblimin e 700 fizve. E kalojnë këtë shpërblim sepse vetë Allahu din se sa shpërblen për këtë muaj. Sa që ka arë në disa transmetime se njëherë me thonë subhanallah në brenda mujt Ramazanit, është sikur me thonë 1000 herë subhanallah jashtë Ramazanit. Atë shumë Allahu xhalla xhelalu e ka ngrit vlerën e këtij muaji. E veçanta tjetër e këtij muaji është se në këtë muaj ekziston një natë e cila është më e vlefshme se tërë jeta e njeriu. Një natë më e vlefshme se tërë jeta e njeriu. Ajo është nata e Kadrit, për cilën ka thënë Allahu xhalla xhelalu inna anzalnahu fi lejlatin mubaraka. Ne kemi zbrit Kur'anin në natën e begat, në natën me bereqet. Në natën me bereqet dhe natë në të cilën do thotë rikonfigurohen edhe njëherë punët e njerëzve, e gjelet e njerëzve, afatet e tyre, rizku i tyre që të natë ndahen dhe shpërndahen. Do në bëhet një rikonfigurimi asaj që Allah e ka caktuar më herë. Po e veçanta gjithashtu e këtij muaji të nderuar vëllezër është se në këtë muaj mblidhen këtë ibadete që na i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Kreti ibadetet më lidhen, këtë shtyllat e Islamit hinë brenda këtij muaji. Edhe shahadetin, edhe namazin, edhe zeqati, edhe umreja, kush ka mundësi me krye në Ramazan, ka thënë pejgamberi sikur me bën një haxh me muaj. Këtë do të shtyllat e Islamit futen
në këtë obligim apo në këtë muaj të Ramazanit që ka një vlerë ma domethënëse. Dhe tjetra që është prej veçorive ka shumë, mirë po për ta përmbyllë këtë është se i vetmi muaj që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka legjësue që namazin nafile mu falë me xhamat dhe mu falë në xhami. A kemi pa jashtë Ramazanit që mlidhen besimtarë në xhami edhe hajde po falë namaz. Mas namazit yatsis, qoftë namazin e taravih apo qoftë ma vonë edhe namazin e natës, që të dyja do të depresojnë njëna tjetrën. Përveç se në muajin e Ramazanit. Këto gjana e bajnë madhështor këtë muaj dhe e bajnë të besimtarin që ta shfrytëzoj, të angazhohet ta shfrytëzoj këtë muaj, të lodhet pak ma shumë, të ketë ndoshta pagjumësi pak ma shumë, sepse ja vlen, sepse është muaj që Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë specifika të veçanta, e mjafton edhe kjo që Allahu Gjelle Gjelalu për çdo natë dhe për çdo ditë Ramazanit, nga një rob prej robëve të tij e liron nga xhehenemi. Ndoshta na njëri prej tyre mund me qenë në një ditë apo natë Ramazanit, që Allahu Gjelle Gjelalu me të amnistue nga zjarri i xhehenemit. Me thonë ti mo je prej banorëve të xhenetit, edhe çdo ditë është nga një lutje e pranuar. Çdo ditë Ramazanit është një moment që kemi mundësi ta shfrytëzojmë që të pranohen lutjet tek Allahu Gjelle Gjelalu. Elusmi Allahu Gjelle Gjelalu që këto ditë të Ramazanit dhe këto net që i kalojmë me agjërime, me ibadete, me punë të mira ndryshme, Allahu Gjelle Gjelalu të i shumë fishoj, të i pranoj ato dhe të i shumë fishoj në shpërdime. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.